faqen 7 të raportit, ju keni përgojnë me të dhënë që koni në përgjithësi në fajësisë në shkallën e parë, të gjykatës posaçme, kanë shënuar një rënje në masën 9% në raport me vitin 2023. Ndërkohë para perin kanë ngritur në 3 nivel. Kjo e dhënë rezulton që numri i kërkesave për gjykim që ju keni çuar ka qenë një apo më i lartë dhe gjykata i ka shpallur pafajshëm. Pra ka shpallur pafajshëm më shumë se herë të tjera, apo keni çuar më pak dhe por edhe për ne ka rënë numri i fajësive, numri i vendimeve të fajësisë në gjykata Faleminderit për pyetjen. Zotë Mërkuri, tani edhe në raport del qartë që numri që është dërguar për gjykim dhe numri i subjekteve apo i të panderëve të dërguar për gjykim është në rritje në raport në vitin 2023. Numri i pavajsive është në ulje, një ulje e moderuar, nuk është një ulje shumë por kjo shpjegohet ndoshta edhe në kujdesin më të madh të treguar nga prokurorët në formulimin e akuzës. Unë edhe vitin e kaluar kam folur këtu dhe kam prezantuar si shqetësim dhe kam kërkuar nga prokurorët që të jenë kujdesshëm kur ngërëm një akuzë dhe kur paraqesim kërkesën para gjyqtarit të seancës para praka apo gjykimit të themelit. Jam anoj nga ajo që nëse nuk je i bindur pothuajse 100% në fajësinë e personit që do dërgosh për gjykim, më mirë merr më shumë kohë, tento të mbledhet prova dhe nëse nuk mbledhet prova, patjetër një ndër format e zgjidhjes së çështjes është kërkesa për pushim. Gjyqtari i seancës paraprake e verifikon kërkesën tonë për pushim dhe është ai që vendos nëse çështja do të pushuar apo prokurori ka gabuar në kërkesën për pushim dhe mund të urdhërojë dhe prokurorin që të rishikojë pozicionin e tij sa takon ngritjes së akuzës. Në vitin me të dhënat që raportua për ngritje në nivelin e sekuestrimit të pasurive dhe viteve kriminale të tjera, më shumë për të kuptuar, është kjo rritje vjen si rezultat ka akuzë më shumë pese, ka shumë stila ka pese në tyre, rritjes së forcës goditëse dhe prokurorës posaçme, apo rritjes së kriminalitetit. E thënë në ndryshe, krimi vazhdon dhe rritet, apo është duke të furur nga puna juaj në krasën për vërtetë. Faleminderit për pyetjen dhe vërtet është tani për këtë pyetje mund të flasim gjithë kohës, ne, por do përpiqem shumë shkurt. Unë mendoj, ne mendojmë si institucion që është rritur patjetër është rritur forca goditëse e prokurorisë posaçme, Buros Kombëtare të Hetimit, e SPAK-ut në tërësi dhe e Drejtorisë Përgjithshme të Policisë së Shtetit. Dhe kjo shpjegon edhe rritjen e numrit të hetimeve dhe rritjen e numrit të subjekteve të proceduar penalisht për vepra penale të krimit të organizuar, rritje dhe numrit të konfiskimeve. Dhe këtu do në shoja fort edhe rritjes së bashkëpunimit me agjencitë e huaja të zbatimit të ligjit. Fal këtij bashkëpunimi që ne tashmë kemi vendosur me Europol, Eurojust, vendet anëtare të BE-s, me Mbretërinë e Bashkuar, me vendet nordike, me vendet në rajon, me vendet e Amerikës Latine, kemi arritur të ndërtojmë hetime të suksesshme në goditjen e grupeve të krimit të organizuar, por këtë vit duhet theksuar që kemi bërë të mundur hetimin edhe 2 organizatave kriminale, të cilat më parë nuk domethënë nga hetimet e drejtanishme pakën në SPAK, vetëm këto 2 rastet e vitit 2024 janë rastet e para të hetimit tashmë për organizatë kriminale, jo për grupe të strukturuara kriminale. Është rritur ndjeshëm pasuritë
vlera e pasurive të sekuestruara dhe të konfiskuara, ju i keni para të dhëna dhe kjo ka ardhur tani edhe si rezultat i asaj që ne jemi përpjekur të adaptojmë në prokurorinë e posaçme, që është krahas hetimit penal, bëjmë edhe hetim financiar, hetim pasuror, pothuajse për çdo rast që ne regjistrojmë procedim penal në prokurorinë e posaçme, kombinimi shumë i mirë që i bëjmë apo alternimi që bëjmë mes sekuestrimit sipas parashikimeve të kodit procedurës penale me sekuestrimin dhe konfiskimin sipas ligjit antimafie, duke i përdorur të dy këto instrumente ligjore në funksion të pasjes së një konfiskimi real me vlera konkrete, edhe përvoja e viteve të mëson më shumë, na ka bërë dhe ne më profesionist, ne prokurorëve, hetuesit financiar në gjurmimin, identifikimin, sekuestrimin dhe konfiskimin e produkteve veprës penale, siç edhe kemi bërë publike për shembull këtë radhë, për herë të parë ne kemi sekuestruar edhe kriptomoneda, që kemi pas sekuestruar edhe vite të tjera, por në portofole shumë të vogla, kurse këtë vit kemi sekuestruar një portofol në kripto mbi 10 milion euro, që është një risi për ne, por besoj edhe për agjenci tjera të zbatimit të ligjit, me shumë vështirësi e kemi bërë realizuar, sepse edhe ne nuk kishim eksperiencën e duhur për të identifikuar para digjitale, pastaj për të gjurmuar, për të sekuestruar, por edhe në këtë rast ka qenë një bashkëpunim i suksesshëm me Europol, me Belgjikën, Hollandën dhe me Spanjën. Pra, ne vlerësojmë që është rritur, siç u shpreh ty, forca goditëse e institucionit ndaj grupeve të struktura kriminale dhe organizatave kriminale, falë sidomos bashkëpunimit me agjencitë e huaja të zbatimit të ligjit. Fundit, në lidhje me statusin që kemi nëse në shkëlqyer të raportit zyrtar, nëse kam ndjekur janë realizuar 2 shëndrime. Dhe mendimin tuaj cili do ishte më ideal në të ndryshrimin tuaj.